3 milion euro verë mbante në qilaret e ti njeriu i afërt i Ramës, Ergjys Agasi. I njëjti person në dokumentet e SPAK-ut rezulton se ka përcaktuar sa e sa tendera, vlerat e tyre. Nga 2 milion thot bëheni 4 milion, u thoshte zyrtarëve të Akshit. Tani, këta njerëz kaq të korruptuar nuk mund vidhnin kaq shumë pa dijenin dhe ndihmën e Edi Ramës. E atij njeriu i cili kur i thua pse nuk rrit pensionet, ose pse nuk investon në për spitalet publike te onkologjiku, për ilaçe, për aparatura, gjithmonë thot s'kemi para. Pra nuk ka para që pensionistët të marrin një shishe kos më shumë, po ka miliona euro që dhurohen si karamele për lloj maskaraj e njeriu të kompromentuar me krimin. Unë nuk e di edhe sa do të durojmë si shoqëri, por më duket se ka ardhur ora që të largojmë nga qafa jonë këta parazit dhe këta shushunja që sigurisht nisin me Ramën, vazhdojnë në mënyrë kapilare të drejtuesve të tjerë të shtetit, përfshin oligarkinë ekonomike, krimin organizuar, pronarët e mediave të mëdha, tamam, këta që jetojnë me gjakun tonë, me djersën tonë.